E qartë, mbas këtij rikthimi i zoti Dautit të Donald Trump, pritet që ai tashmë të mbështesë Izraelin pra në luftën kundër Hezbollahut dhe si do ndikonte kjo edhe në stabilitetin rajonal? Tani unë gjën e parë që do ta bëj Trump, do ta shkarkoj përfaqësuesin e qeverisë amerikane për Libanin, i cili quhet Hochstein dhe i cili është shifut dhe është pjesëtar i ushtrisë së Izraelit, vetëm që ka shtetësi amerikane dhe ai e përfaqëson Amerikën në negociatat me Libanin. Hochstein u përpoq që të bëjë krizë politike në Liban dhe gjatë gjithë udhëtimeve të tija në Liban i kërcënonte politikanët libanes se Izraeli dhe amerikanët do t'i zhdukin ata dhe besoj që Trump gjën e parë që do ta bëj, do ta shkarkoj qifutin Hochstein dhe besojmë që do të dërgoj ndonjë diplomat me përvojë i cili do të jetë i paanshëm dhe do të përpiqet që të gjejë zgjidhje. Zgjidhja kuptohet që do të jetë që Izraeli mos e bombardoj Libanin, Izraeli të ndërpres gjenocidin në Gaza dhe në një situatë të tillë do të formohen kushtet për negociata me shteteve arabe dhe Izraelit, po edhe shteteve arabe me Iranin, kështu që do të sillte një paqe në lindjen e mesme dhe do të mbroheshin interesat amerikane në lindjen e mesme, për shkak se nëse situata eskalon dhe përshkallëzohet, humbësi më i madh përveç Izraelit do të jenë edhe interesat e Amerikës në lindjen e mesme dhe do të detyrohen që amerikanët si një perandori në shuarje të tërhiqen nga lindjen e mesmes, për shkak se nuk do të kenë mundësi që t'i kenë bazat ushtarake atje, për shkak se do të jenë në rrezik permanent nga një goditje ushtarake prej Iranit, po edhe grupeve tjera të rezistencës si në Siri, në Irak dhe kështu me radhë. Pra po thoni zoti Dauti se tashmë Donald Trump pra do të synojë edhe marrëveshje tjera paqeje mes Izraelit dhe vendeve arabe, po ashtu si Arabia Saudite? Po, kuptohet. Tani iniciator kryesor i kësaj iniciative ishte dhëndri i tij Kushner. Kushneri ka marrëdhëniet e mira me mbretin apo trashëgimtarin e mbretënisë Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Tani kuptohet që Arabia Saudite ndihet pak më e sigurt me ardhjen e Trumpit në pushtet, po çështja krejt do të mvaret kush do të jetë ministri i punëve të jashtme dhe se Kushner a do ta ketë atë pushtet. Mirëpo Arabia Saudite tani është i vetëdijshëm se Irani është përforcuar shumë dhe me mbështetjen që e ka në Yemen mund të izolojnë edhe Arabinë Saudite. Prandaj edhe Arabia Saudite nuk do të sillet si më herët kur e goditte Yemenin dhe bënte armiqësi kundër Iranit dhe lobonte në Washington që të bombardohet dhe sulmohet Irani. Arabia Saudite është e vetëdijshme që Irani dhe grupet e rezistencën janë forcuar shumë